Territori shqiptar për datën 16 qershor 2026 do të karakterizohet nga motë relativisht të qëndrueshëm me kthjellime dhe vranësira kalimtare. Në zonat malore të verilindjes dhe juglindjes gjatorëve të pasdites, nuk përjashtohen rreshje të izoluara dhe afatshkurtra shiu, ndërsa pjesa më e madhe e territorit do të mbetet pa rreshje. Paraditja do të jetë kryesisht me diell në të gjithë vendin, ndërsa pasditja vijon me motë të ngrohtë veror dhe kalime të lehta vranësirash në relievet malore. Temperatura minimale pritet të zbresë deri në 13 gradë Celsius, ndërsa ajo maksimale do të arrijë deri në 32 gradë Celsius. Gjatë ditës priten rreth 9 deri në 11 orë me diell, era do të fryjë lehtë deri mesatare nga drejtimi veriperëndimor, me shpejtësi 2 deri në 6 metra për sekond. Deti do të ketë dallgëzim të ulët rreth 1 deri në 2 ball. Indeksi ultraviolet për Tiranën pritet të jetë i lartë rreth 7 deri në 8. Sipas të dhënave astronomike, lindja e diellit në Tiranë do të jetë rreth orës 5, ndërsa perëndimi rreth orës 22 minuta. Temperaturat minimale dhe maksimale për disa qytete kryesore të Shqipërisë do të jenë si më poshtë: Shkodër 18 deri në 32 gradë Celsius, Kukës 14 deri në 28 gradë Celsius, Peshkopi 14 deri në 28 gradë Celsius, Tiranë 18 deri në 31 gradë Celsius, Durrës 19 deri në 30 gradë Celsius, Kavaj 19 deri në 30 gradë Celsius, Elbasan 17 deri në 31 gradë Celsius, Berat 18 deri në 32 gradë Celsius, Korçë 13 deri në 27 gradë Celsius, Vlorë 19 deri në 29 gradë Celsius, Gjirokastër 14 deri në 29 gradë Celsius, Sarandë 20 deri në 30 gradë Celsius.